Pse ke ngullet në Albulin Haxhiu? Te Albulin Haxhiu. Nuk është ta ngullet, kjo Albulin ka qenë propozimi jon. Po. Ne jemi ullë si subjekt, e kemi diskutu, është vërtet që ju e dini që zoti Konjuf se ka bënë punë fantastike dhe ka qenë e jashtëzakonshme. Pjadhan Hakun edhe por ai vet ka pas diskutimeve bashkë me kryeministrin, ai mendon me qenë pjesë e qeverisë. Po. Tash ja respekton të drejtën, edhe një për personave që mendojmë që e bën punën shumë mirë, na kemi vlerësuar që është zonja Haxhiu. Albulena është më rëndësi ka nërëzën me po që jo gjithmonë njeri e bën pozitën dhe pozita e bën njerin. Po. Do të thotë, fillimisht e kundërshtuan se thanë është e zhurmshme, përçarëse. Edhe më ne që pat një gjumë mizogjen aty që në spajtova dhe dole e kundërshtova oshpër, për shkak se kjo e vërtet që ka qenë e oshpër dhe kundërshtuese, po ka qenë te zajnicat e gjykata speciale, e po besoj që kuha i ka dhënë të drejtë Albulina Haxhiut. Edhe më ne kjo do më kone arsye shtesë për me votu, jo me kundërshtu. E dyta, jo po Glauku, Glauku, atë që Glauku ka qenë gjykat për Gazlet Sjellës. Po. Dhe Glauku nuk se ka gjuar Gazlet Sjellës në Kuvend të Republikës. Do të thonë, nuk është se Albulina ka bë më shumë më pak, njëjtat se ka bë. Unë mendoj që për gjuhën polarizuese e të kundërshtuar më shumë. Po veç pak se Glauku ka qenë deputet më herët para se mbo kryetar kuvendi. Po. Për shkak do të thonë që asnjë njerëz s'ka dalë më thonë jo Glaukun ose me përdor të njëjtin argument që përdorin për Albulin, që mendoj që ka qenë një dozë mizogjenie aty që ju ka dalë, ju ka shpërfort disa njerëzve. Tash, unë mendoj që Albulina po e ka stilin e vet, ka qenë deputete për 10 vjet, ministre për 4, kështu që e ka një karrierë të bujshme, edhe mendoj që e ka bënë një punë fantastike, një grup që se ka asnjë temet, po flas kërkush për asnjë njollë të vetme, asnjëherë për asnjë aferë, edhe mendoj që i plotson këtë kriteret për me qenë një kryeparlamentar i mirë. Pastaj nuk është Albulina ministre deputete kur del në postin e kryeparlamentarës. Se dorën zemër, unë për muhabit pak edhe të opozitat zën. Po. Kryetori i kuvendit është organ administrativ. Do thotë dorën zemër na e kena bile rregulluar në re, ku kam qenë edhe anëtor, te kemi thonë folte, bile edhe minutazhën e kanë të caktuar. Domthonë kryetari na herë ka një diskrecion, ku mund me lënë dikon me fol pak më shumë më janë një minutë shtesë, po kjo është pak në diskrecion e kryetorit, po për shembull ki raste ku në kryetori ku tim shola kur kuna si jep kur as një minutë shtesë. Edhe ato e shohin pak për shembull që pëlqen deputetëve, çosja e kujtim sholës, megjithatë ai i promovon rregullorës. Çfarë do të thonë që një kryeparlamentar ka ul aty, edhe as mund të bëj polemikë. Pozita e sugjeroj. Edhe e dyta, do të kuptoj që organi është kryesia. Nuk është vetëm kryeparlamentarja. Dhe prandaj nuk ka kuptim me dol me kundërshtu me që dozën e mizogjenisë se ka qenë përçarëse, se kur të ulet, ajo ka një pozitë edhe nuk ka fuqi ekzekutive, po do të më administru punën e kuvendit, e që mendoj që kishme bë shumë mirë edhe nuk qëndrojnë asnjë për argumenteve që më na dhon neve arsye për me ndrua ata. E dyta, thove një diçka që nuk qëndron. Thove partitë opozitore po thonë ndrua dhe na e votojmë. Tash do të trajtojmë një ka një për shkak se s'qëndron. Se opozita nuk ka garu si e përbashkët, a jemi dakord? Po. Mos se cila ka qëndrimet e veta. E para është LDK-ja. LDK-ja po thotë se votoj Kërkaneç. Sot do thabe Lemani. A është opozitë? Po ju nuk i duhen votat e veçpak. Mjafton partia më e vogël shqiptare për shkak me këtë rast, me votu dhe ju e kaloni. Po veçpak se s'është ta kalojnë ana. Do të më kshu kush është hisedor se kryesia e kuvendit është një organ që kushtetuta ka thonë ju së shtyni për shtë opozita. Varësisht pej numrit të votave që i merrni, i keni të ndome dhe postet. Kryetarin e merr partia fituese dhe nën kryetarin e parë. Nën kryetari i dytë i takon partisë së dytë më të madhe, që është PDK-ja, tretës LDK-s dhe dy tjera komuniteteve pakic. Tash zan, aty jena hisedor që ta. Bila AKJ-ja dorën zemër s'ka as të drejtë nën kryetari. Na jemi LDK-ja, PDK-ja edhe dy përfaqësues të komuniteteve. Kështu që kur thuti LDK-ja, do të më jallon përgjegjësinë. Ata po thonë se votojmë asnjë. A kanë një arsye të vetme. Ama një arsye të vetme
Pse ata, se du me posë përgjithësi shtetërore si parti politika ajo? Mal, unë nuk... Veç pak, e pola. Ja se unë këmon mi që këtu këtu gjëka një, se këtu është opozita, unë tash të ndojë. Po duhet unë me dhoni mendim të amin, sa i përket qësojna me cilat ju po pretendoni që është drejti ju. Okej. Ju pa përfundore. E ki hapësirën kështu me... Na u ka kërku, ka thonë gjëgjë ullënu, dhe bënë një farë diskutimi të brendshëm, s'poku për këtë pjesën teknike për me mu zhbloku veç kuvendin. Kryeministri ka bo thirrje LDK-s PDK-s, se ata janë hisedor. Po. PDK-ja ka ordhë, LDK-ja nuk ka ordhë heq. Në rregull. Është bo presion, kanë thonë, oke, do me bo një marrëveshje politike. Kryeministri ka bo një ftesë, LDK-s ka thonë, hajde ulemi e bëjmë një marrëveshje ku është bllokojmë edhe kuvendin, për më tepër edhe bëjmë një qeveri bashk, edhe teoria Gjosave ka qenë që një mundësi e mirë që me zgjidhë edhe problemin e presidentit dhe me vazhdu një qeveri stabile edhe për 4 vite tjera. E kanë refuzuar edhe këto. E këtë këtu të zanë kanë ndodhë kur kryetori partis, së LDK-s, del me status në Facebook, një ovë para konstituimit të kuvendit dhe thotë, so mëne që do një mëj njës përgjegjës, thotë kështu. LDK u qëndron besnike fjalëve të thëna para fushotës, gjatë fushotës dhe pas fushotës. Ndaj të gjithëve njësoj, sepse fjalët kanë peshë. LDK e pret dhe e mbështet konstituimin e kuvendit me 15 prill. Nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë pengesë i juaj Lumer Abdigjiku, 8 prill 2025. Apo kupton? Domthon, ky ka thonë që se pengoj, e këtë që ka thonë, komplet e ka ndruar dhe është pengesa kryesore, me gjitha ofertat që i ka posë.